Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e bukës së Ramazanit. Një bukë me një aromë dhe një pamje të veçantë. Një recetë e vjetër, cilën nënat tona e kanë përgatitur për iftare dhe syfyre, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e bukës së Ramazanit. Në një përgatitje thjesht, përgatitet kjo bukë, është shumë e shishme, shkon shumë për iftare syfyre, mbi të gjitha është shumë ekonomike dhe thjesht për përgatitje mund ta përgatis çdo motër në shtëpi. Në fillim morim moja buke, unë këtu kam një katrure 40 gramësh. Me moja buke të freskët më mirë do del, bëjmë shprishjen e mojës së bukës, mund ta përgatitni dhe me moja buke të thotë, nuk do ketë problemi, po mos sa dyfishohet më shumë me moja buke të freskët. Ja shtoj një lugë gjelle me sheqer dhe një goll 200 ml shmeqor. Këto mosa janë përshtatshme për 2 bukë mesatare, për 3 bukë më të vogla apo për një bukë të madhe. Unë do e bëj një bukë të madhe në tepsinë e shporetit elektrik, do i del një formë shumë e bukur. Tash me një tel kuzhine e përzi masën kështu mirë që ta aktivizohet moja e bukës. Kam përzije masën mirë. Tash ja shtoj një goll 200 ml me ujë të vakët. Ujë dhe qumshtra se si zruzojnë që të jenë shumë të nxehta, por duhet të jenë të vakta, se për ndryshe do e prishin mojen e bukës. Ja mjaftueshëm është bërë përzierja, ta shtojna millin. Masat e millit asnjëherë nuk dihen fikse, do na duhen dikon rreth 700 gram, mirëpo nuk dihen fikse për shkak të markës së millit. E shtojmë kështu një pjesë dhe ja shtojmë një lugë gjelle me krep. Dhe direkt fillojmë që brumin ta punojmë me dorë. Pra duhet na del një brum i butë, pak më i butë se i bukëve të zakonshme. Shtoj mill e punoj, derisa ta fitojmë trashësinë e duhur. Duhet që ta punojmë derisa brumi të largohet nga dora. Sa më shumë që ta ngjeshim brumin, aq më të mira do dalin bukë. Do e punojmë si që vërini, përgatitja është shumë e shpejtë e këtyre bukëve, derisa ta përgatitni iftarin nga njëra anë, nga tjetra do i përgatitni bukët, do i keni bukë të shishme më të mira se të furrës. Mbi të gjitha kur t'i përgatisni vetë në shtëpi janë më të shëndetshme dhe më të mira. Kështu e punoj derisa brumi të largohet nga dora, si që shoh trashësia është në nivelin e duhur. Kam punuar brumin, e kam punu tikon 7-8 minuta, derisa pothuaj plotësisht është larguar nga dora. E vërenin dhe vetë se ka dalë një brum i butë, shtojmë pak vaj dhe vajin munduhem që ta përhapi me gjithë si përfaqen e brumit, nga pjesa e poshtme, nga pjesa e sipërme. Kështu në këtë mënyrë, kur dyfishohet brumi, largohet shumë lehtë nga ena. Enën ku ndodhet brumi e mbulojmë me një folë najloni dhe e lajmë në ambient dhome që brumi të dyfishohet për një orë e 10 minuta. Për lyrjen e bukëve na nevojitet një e verë dhe vezës, cilës i shtojmë pak vaj kështu. Shtojmë vaj për arsye që mos të skuqen shumë bukët dhe vetëm se masën e përzim mirë që të fitojmë një masë të njëtrajtshme. Dhe na nevojiten fara ndryshme, këtu kam fara susami, fara liri dhe fara zeza. Ju mund t'i shtoni çfarë të doni sipas dëshirës, tash masën vetëm se e përzim mirë. Masa e brumit është dyfishuar mjaftueshëm, ja largojmë folinë e najlonit. Është bërë një brum shumë i mirë. E vëreni dhe vetë ndahet fije. Tash e kalojna në tavolinë punës. Hedhi pak miell tek tavolina e punës dhe e kaloj brumin.
brumin e rrokollisim kështu tek mielli I hedhur. Mundohem që t'ja jap një formë të lëmuar. E punoj kështu. Kështu duket që t'ja japim formën rrethore. Unë si që ceka në fillim, jam duke përgatitur vetëm një bukë të madhe. Qofse doni nga kjo mose brumit, mund t'i përgatitni 2 bukë mesatare, 3 bukë më të vogla, mund t'ja jepni dhe formën e zgjatur, mirë po formën rrethore rreth shumë bukur. Tash kështu, me anë të shkopit, do e hapi në masi e tepsinjes. Pra jam duke përgatitur këtë bukë për tepsin me numër 55. Do e bëj në atë masi pak më të vogël vetëm. Kështu me anë të shkopit e hapim. Vetëm se mundohem që nga gjitha anët t'ja jap trashësinë e njëjtë. Kam hap brumin pothuaj në masitë të tepsinës. Tepsinjen e kam lyer me vaj dhe sipër I hedhi kështu miell që mos ngjitet buka, largohet më lehtë kur të bëhet pjekja ose I shtroni letër për pjekje tepsinjes, mbarët. Tash marrim bukën dhe e vendosim kështu në tepsinë për hapim dhe me anë të dorës. Kështu mundohem që t'ja jap formën e tepsinjes nga gjitha anët. Formën rrethore. Kam përhap bukën në masinë e dëshiruar. Tash e mbuloj me një pecetë kuzhine dhe e lë në ambient grodhume që buka të pushoj rreth 20 minuta. Pas 20 minutave, ja largoj pecetën e kuzhinës. Buka është dyfishuar mjaftueshëm dhe filloj që t'ja japim formën kështu me majet gishtave, dikun rreth 1 centimetër e gjysmë nga ansorët. Filloj. Kur ta bëni kështu bukën më të madhe, më e bukur do I del forma. Më të vogël, më pak forma më e bukur do jetë. Kështu më e madhe keni hapësirë që të manipuloni me brumin. Kështu nga gjitha anët ja japim formën. Tash dhe në mes bëjmë majet gishtave dhe kështu gjysmën e ndaj kështu në pjesë të holla më të vogla dhe pjesët e formuara përsëri I ndaj në gjysmë. Në mënyrë të njëjtë veproj dhe me pjesën tjetër. Kam dhënë gjithë bukës formën, tash marr masën e përgatitur me vezë, me të verdhën e vezës dhe me vaj dhe mundohem që bukën ta lij kështu në gjithë sipërfaqen, me anë të një brushe, lehtë që mos t'ja prishi formën. Këtë mënyrë e lij gjithë sipërfaqen e bukës. Mundohem çdo pjesë ta bëj me të verdhën e vezës. Kam bërlyrjen e gjithë sipërfaqes së bukës, tash me maje gishtash përsëri ja jap formën në të njëjtat visa. Në këtë mënyrë do I del forma më e theksuar, qofse ja japim përsëri pas lyrjes formën. Kështu përqendrohu tek vizat e njëjta dhe ja japim formën.
Tash morim forat dhe I hedhim nga qoshët, do I hedhi kështu fora liri dhe fora susami, vetëm se pak kështu, thjesht për dekor dhe një shije pak më të mirë japin forat. Mjaftueshëm është, kurse tek mesi dështojmë forat zeza, edhe atë dështojmë vetëm se pak. Mjaftueshëm është, dhe buka është gati për pjekje, kam nxjerrë tupanin, do e pjeki në tupan në temperaturë 150 gradë, sepse jam duke pjekur në tupan, për atë arsye jam duke pjekur në këtë temperaturë tikon rreth 15 minuta. Në qoftë se pjekni në furrën e shporetit elektrik, atëherë do e pjekni temperaturë 200 gradë për 20 minuta. E kam largu bukën nga zjarri, është pjekur shumë mirë, ka një aromë shumë të mirë. Tash e mbulojna me pecetë, e lajmë që të ftohet dhe do jetë gati për konsumim. Buka është ftohur, ja largojmë pecetën e kuzhinës, largojmë ka tepsinja, nuk e lajmë kohë gjatë në tepsi që mos zbutet shumë, mos lagët. Dhe buka është gati për konsumim, ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Pecetë ka dalë të butë, ka një aromë shumë të mirë, një aromë e cila e sjell Ramazanin, ja dhe si duket buka, vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjatë kohës kur të keni mysafir për iftar, mund ta përgatitni këtë bukë të shijshme dhe të thjeshtë, me përbërësi që I keni në shtëpi. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Ju lutem këtë video ta ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Urime muaj shenjtë I Ramazanit.